Përshëndetje të gjithëve, jam Elvira Ibrahimi. Sot në këtë episod nuk kam askën beftuar, pra jam vetë, po kena me diskutu një temë shumë interesante, cila është marrëdhënia jonë me paron. Pra sot do të flasim për marrëdhënien tonë me paron, për planifikimin financiar, për kursimin dhe shpenzimin, si dhe për raportin që e kemi me shpirtin tonë të brendshëm, e ndonjëherë të dashur me plotsu zbrasin që e kemi, shkojmë të shpenzu ma shumë se sa që duhet, e në kursim fare. E që të dyjat, pastaj e kanë një rol krejt negativ në zbrasin tonë të cilën ne po mundohemi me e mbush përmes konsumit. Pse zgjodha këtë temë? Përveç punës që e bëj si edukatore digjitale, pra për financa dhe kontabilitet, dhe punës në Axel si kontabiliste, unë punoj edhe në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Ekonomik, në cilësinë e asistentës në lëndët financa personale. Po, çka mësojnë studentët në këtë lëndë? Ata mësojnë për planifikimin financiar, mësojnë për produktet bankare, mësojnë për rëndësinë e kursimit, në përgjithësi pra për edukimin financiar. Gjë që unë, kur kam qenë vetë studente, në kohën time nuk ka qenë kjo lëndë në kurrikulin e fakultetit. Po, e me kom mendu që këtë lëndë nuk duhet me pas veç studentat e fakultetit ekonomik. Pra, edukimi financiar na duhet krejtëve. Secili person ndoshta duhet me pas një edukim financiar para se me fillu punën ose rrogën e parë. Ose ndoshta edukimi financiar duhet me u fol në shtëpi, një qysh flitet për tema të tjera të edukimit, pra familja qysh i edukon fëmijët e vet, qysh mu sill në rrugë, qysh mu u sill në shtëpi, pra prindrit duhet me i eduku fëmijët edhe qysh mu sill me paron. Bazuar në krejt këto, unë mendova që, na nevojitet me bën një podcast për me mësu njerëz qysh me kursy, kur krejt gjanat për rreth na stimulojnë për me shpënzu, ky podcast vjen pak më ndryshe. Me mësu njerëz me kursy, pse duhet me kursy, cila është masa që duhet me kursy, pra sa përqind të pagës tonë rekomandohet nga ekspertët me kursy, sa paga duhet mi pas si fond rezerv, pastaj fondet shtesë për dëshirat tona, që janë pak më të mëdha, pastaj cili është momenti kur ne duhet me ndërprej kursimin, dhe me mendu për format të tjera të investimit, pra mos me lënë parat në llogari rrjedhëse, sepse aty humb vlera, por me mendu diçka tjetër që mund të me investu, pra me shti paran ton me punu. A krijohet ankth nga mos kursimi, pastaj një gjë tjetër që unë për vete ja kom bujt që dhe vetit rafsh, është se kom thonë, kësti i kredis së banesës është kursim. A është në fakt përrime qështu, apo ka një farë dallimi. Këto edhe shumë tema të tjera, pra cilat janë, kjo është shumë interesante, cilat arsyetime ja bën vetës kur na dojmë me shpenzu, e shtym vetëm për me shpenzu. Pra këto dhe shumë gjëra tjera, kena mi folë në qëtë podcast, ka dale. Kursimi dhe marrëdhënia me paron është diçka që ne duhet ta krijojmë që në hapat e parë kur ne marrim para, qoftë ndihmë nga familja kur jemi student, nga një bursë, apo qoftë edhe në rrugat e para kur ato janë të vogla. Pra, është një temë edhe një muhabet që secili duhet me bo me veten e vet, një muhabet që duhet me guxu, me bo në shtëpi, me partnerin tënd, apo me partnerin e ardhshëm, pra shumë e rëndësishme marrëdhënia që partneri ynë ka me paron, ashtu ka gjas të jetë edhe marrëdhënia jonë e përgjithshme. Pastaj, një gjë tjetër që thash edhe më herët, fëmijëve duhet me mësu, me kursy, me respektu paron, me përdor ato me vedije, sepse në të kundërtën mundet me sjell edhe ankth. Nëse edhe ti jetu menu që s'ki hapësirë me kursy, qysh ko menu edhe une, kërën punë më re, atëherë po them që momenti që ti i ke pagu shpenzimet e nevojshme, ato për cilën dhe vjen përmbarusi, dhe vjen gjykata, ta nalin rrymën, ta nalin ujin, pjesa tjetër
është pjesë në të cilën ti mundesh me kursy, vetë se dush më ull me bu negociata me veten tonde, me ull pak standardin të cilin e ki kriju, standard që nashta nuk është i oti heq, po është i bazum në rrjetet sociale, tu e shiku jetën e tjetrit, tu u influencu prej të tjerve, pra nuk është standard në realitet i bazum në financat tona, në rrogën tonë, tyrat tona, po nuk e di, këtë dika tjetër. E kur t'jen koha për me i pagu ato shpenzime, me i barazu kredit kartelin, overdraftin, edhe në mbesim pa para ose me shumë pak para, kjo është momenti që na edhe bim në ankth, edhe bim në stres, edhe këto nuk po e them unë, po më besoni që ka studime psikologjike, të cilat janë bë, edhe kanë gjetë se ekziston një lidhshmëri në mes të stresit, të ankthit dhe shpenzimit të pakontrolluar të paras apo mos posedimit të një fondi rezervë. Nëse flasim pak për përmbushjen shpirtërore që ne dëshirojmë me bo përmes blerjeve edhe nuk e gjejmë asnjëherë ato, se zbrastia që e kena në shpirt në fakt na nuk duhet me marrë si diçka të keqe. Ajo është një farë sinjali që na tregon ka dalë. Se është diçka që ti duhesh me punu, po me punu edhe me ndrejsh prej përmbranshi, e jo me senet konsumit, e me senet jashtit, pra me rrjetet sociale, me postime të fotografive. Na çka duhet me bu në momente kur e ndjejmë vetëm pak të zbrast, është nashta shumë e atjerë se sa me harxhu pare. Munal vetën me vetën tonde, pra me ndëgju shpirtin ton çka është tu i mungu. Një moment qetësie mundet me zgjedh shumë ma shumë probleme edhe me tonë, shumë ma shumë përgjigje se sa një udhtim i shtrejt në një resort luksoz. Pra, çdo aktivitet që të bën mu kthy te vetja e kryesisht që ta zgjon atëmijën tonë të brendshëm, është tu të plotsu shpirtërisht. Edhe më besoni që jetu e lyp kot në blerjet e radhës, në udhtimet e radhës, në drekat apo darkat e radhës, në kotën e radhës të venës. Nuk po tha mos me po asnjënin, po e përsëris prap me po tu u bazu në standardin të cilën te e ki, e jo në standardin të cilin e krijojnë rrjetet sociale. Pra, zbrasti nuk po ta plotësoj kanë gjanat që i konsumojmë, por mund ta vështërsojnë borxhet ma tepër apo zvogëlimi i fondit të kursimeve. Hapi parë drejt lirisë financiare është kursimi. E di që në botën e sotme kursimi është shumë ma i vështirë se sa që ka qenë për prindrit tonë. Është ma i vështirë për disa arsye. Na jemi të ndikuar prej rrjeteve sociale, sepse aty na servohet çdo gjë. Na servohet diçka që na krijohet një nevojë që nuk e kemi pas. E shohim tjetrin ku ka shku, dojmë shku edhe na, e shohim atë shoqen që ka ble, e dojmë edhe na me ble qatë qantë se koka shumë e mirë edhe për përshtat ka me krejt qantat tjera. Pra, thjesht dojmë me bo jetën e dikujt tjetër pa e këshyr vetë po na bjen tamon që ajo që pa dojna me ble. Një arsye tjetër është blogerkat, të cilat vazhdimisht promovojnë produkte dhe shërbime. E normalisht që kur e shëni blogere tu e reklamu një serum që ja ka bu ftyrën si sërqe, normal që t'jellet edhe ty me ble. E harron që i ki shpe edhe një 5-6 seruma tjerë të cilet nuk jetu i përdore dhe që ju ka kalua fati. Pastaj, arsyeja tjetër është se momenti i blerjes online u bo shumë i thjeshtë, pra, si proces është me 2-3 hapa, nuk është shumë i komplikum. Krejt kjo u bo që na me bo blerjet në mënyrë impulsive, pra le të themi blej tani e menoj e nesër atu ka dasht, astu ka dasht. E kupua një podcast që bile është edhe
në Netflix, Buy It Now, ose diçka ashtu ka emrin, ku tregon që këto kompanitë e mëdha edhe atë ngjyrën Buy Now e ndrojnë edhe e shohin me cilën ngjyrë njerëz janë në gjendje ma shpejt me ble. Ato abedin similar items që dalin, zakonisht kur doja me ble një par pantolla, na dalin edhe një 5 bluza tjera, të cilat e din shijen tonë, pra algoritmi e ka kuptu shijen tonë, për me i kombinu me qëto pantolla që i kena ble. Pra, është, le të themi, një armat e tërë kundër neve për mos me kursy. Pra, okej, është shtirë me kursy në ditët e sodit, prandaj duhet me bo në diçka kundër qësaj. Pra, duhet me rritë këtë mbrojtjen në ma shumë. Qysh mundemi me bo? Tu fillu me pagu vetën të parën, pra një shprehje që e kom lexu, thuhet pay yourself first, pra paguje vetën tënde të parën. Çka i bje? I bje që fillimisht me i bo kursimet, pra me kriju shprehinë e kursimit në fillim, dhe jo në fund çka të mbetën, ka gjasa që s'mbetet kur gjë heq për me kursy. Pra, që rekomandojnë ekspertët financiar është që ne prej rrogës tonë duhet me kursy 5 deri në 15%, pra me fillu me shuma ma të vogla deri sa të arrim që ato që e rekomandojnë ekspertët, që është pra 15% e rrogës tonë duhet me shku në llogarin e kursimit. Po deri çfarë mase duhet me shku në llogarin e kursimit, aty ku kemi në jo qasje direkte, po qasje më të lehtë, pra si janë të afatizume, thuhet që duhet 6 deri në 12 rroga, varësisht prej mënyrës apo stilit të jetesës që e ki. Pra minimumi 6 rroga, maksimumi 12 rroga duhet të lidhen në emër të fondit rezervë. Tu ka pishkeri, duhet me ndru maqinën, e ndonjë fatkeqësi tjetër, ne duhet me pas një fond i cili ka me na shërby në ato momente. Këto pra lihet në një llogari të kursimit, unë për shembull i kam në një llogari në një bank tjetër, llogari të kursimit në një bank tjetër, dhe për mi transferu ato duhet pak më shumë matematika me bo, e derisa i bëj këto le të themi transferet prej një llogari në tjetër, unë edhe e ftofra, që ajo dëshira ftofet pak, nëse për një me u kon diçka që duhet me bo, e bëj, po nëse është diçka impulsive, atëherë kam hapësirë me menu edhe një 2-3 herë dhe për me po nëse vërtet duna me ble atë gjo apo atë shërbim. Një gjë tjetër që duhet me pas parasysh, pasi që të kryojmë fondin rezerv, pra këto 6 deri në 12 rroga, duhet me kriju edhe fondin e dëshirave, që është fondi me të cilën na i dojmë paret për pushimin veror, pushimin dimror, ndonjë gjë që është pak më shtrejt, ndonjë dëshirë që e kemi pas prej fëmirisë. Pra, kursimet na nuk i bojmë për me privu vetën, me ndalu vetën prej dëshirave, po na të kundërtën, për mi dha liri vetës me i boj ato që për një me kena qef na, e jo që i bojmë në mënyrë impulsive. Okej, e kemi kriju fondin e emergjencës, e kemi kriju fondin e dëshirave, tash është koha me kriju fondet të cilat na duhet me investu, pra qofshin një banis tjetër, një lokal, me investu në kriptovaluta apo në letra me vlerë. E për kriptovaluta dhe letra me vlerë kemi me pas epizodat të veçanta ku kemi me folë saksisht, kemi me mësu pra qysh me i përdor këto dy vegla për me i investu mjetët tona, sepse nëse na i lojmë mjetët tona në llogari komplet, përveç asaj pjesës, pra që thash fondit të rezervës, atër ato e humbin vlerën me kalimin e kohës. Pra qenë ka shumë e rëndësishme krijimi i shprehisë së kursimit, fillojmë me diçka shumë të vogël, 5 euro, 10 euro, me rëndësi është me kriju disiplinë, e deri te ajo të cilën e rekomandojnë ekspertët financiar. Shpeshherë kam mendu që kursimi është ai kësti i kredis që unë e paguaj. Kësti kredis për banesë, po. Në fakt, kjo është pjesërisht e vërtetë, se po, ne pjesën e principale që po e paguajmë është diçka që neve na krijohet kapital, pra është kapitali jonë.
Po në anën tjetër, kur s'ke fond të rezervë për çështje të sigurisë, atëherë është e kotë sepse ti nuk mundesh me shit banesën për me pagu diçka emergjente. Pra gjithçysh dush me pas njëherë fondin rezervë, pastaj me mendu për blerjen e banesës. Pra njëra tjetrën nuk e zaventson, por njëra tjetrën e plotson. Krejt çka po du me thonë me këtë pjesë të podcastit është se kursimi në fakt është një akt i vetëdashurisë, sepse e mëson veten me kontrollu veten e mos me ble në mënyrë impulsive që mi dhon vetës tënde lirinë të ardhme për mi bo ato gjana që për një me i ke pas qef. Po, çka duhet me bo na që me pas një marrëdhënie më të mirë me parar? Mundet me u duk shumë klishe, por në fakt është krimi i buxhetit. Është diçka që mundet me duk shumë e vështirë, po sot kena me kalu hap pas hapi në për të, me kuptu se qysh muna mi a bu vetit pak ma thjesht. Njerëz nuk dojnë me bu buxhet, se nuk dojnë mi po për një me shpenzimet e veta sa i kanë. S'dojnë me po të vërtetën në sy. Njerëz mendojnë që nëse bojmë buxhet, janë tu e kufizu lirinë e vetë. E në fakt është krejt e kundërta. Se ti je veç tu e kufizu vetën prej do qefeve momentale, impulsive, për një diçka më madhore. Njerëz mendojnë që merr shumë kohë me bu buxhet, edhe derisa se shohim efektin në mënyrë të menjëhershme, sepse për me e bo një marrëdhënie të mirë financiare, për me kriju shprehje të mira, për me kriju një fond të kursimit, nevojitet pak kohë, e zakonisht nuk e kena durim se dojmë me imri gjanat pak si ma shpejt e shpejt. Dojna me njerë me kursy 5.000 euro në muj, 8.000 euro në muj pratë, fondin 6 dhe 12 rroga, na dojna me bo për 2 muj. Po nuk bëhet qashtu, po bëhet për e kriju një buxhet të cilin duhet edhe vetë të respektone. Fillimisht, hapi parë, që ka na duhet me bo, është me i qit në letër, në mënyrë të pafiltrume, komplet shpenzimet që ti i ki bo brenda një mujit. Pra, e merr një muj, kur do me fillu qëtë shprehin tënde të re financiare, edhe në qatë muj i qëtë krejt shpenzime që i ke pas, pra në baza ditore. Mos u kthe mrapa se mundesh me harru, po mundohet pak në çdo ditë funditës me i shkrujt çka ti ke harxhu, çka të qofshin ato, shpenzimet për thoj, për veshje, për një drekë pak më të shtrejtë, pastaj ato që janë obligative, që i dim që janë të përsëritshme çdo muaj, pra e sqet çdo shpenzim. Mos e mshef asnjë shpenzim, kallëzo i sinqert me veten tënde, se në fakt je tu i raportu veç vetes tënde. Nuk ka marrë kërkush me të këshyr edhe me të gjyku, pra mos e gjyko veten tënde. Krejt shpenzimet që ti ato. Po që ti edhe të hyra, pra edhe ato të hyra ekstra që i ke marrë qatë muj, pra bonusi ose një formë tjetër, edhe ato që ti. Sepse veç qështu mundesh me pas një pasqyre pak ma të mirë për ato që ka ndodhë me ty. Hapi dytë është pra i kemi krejt shpenzimet, na tash duhet me e ditë cilat janë variabile dhe cilat janë fikse. Fikse i vendosim të gjitha ato cilat s'kena qare pa i pagu, që janë kredia, ose qiraja, rryma uje ose shpenzimet të tjera komunale, edhe pse tek rryma për shembull na mundemi me e zvoglu në një dosë, sepse edhe ajo është gjysmë fikse, gjysmë variabile, po në këtë rast po e vendosim për thjeshtësim të pjesa variabile. Të pjesa fikse. Ndërsa shpenzimet tjera që janë ushqimi, veshmbathja, pagesa për mirëmbajtje, pagesa për argëtim, hobi, i vendosim si shpenzime variabile. Pasi që të kemi nda në shpenzime fikse të variabile, është koha me tregu për se cilën, a është dëshirë apo nevojë. Pra, nëse është nevojë e vendosim shkronjën në, e nëse është dëshirë e vendosim shkronjën D. Kjo vendoset vetëm të shpenzimet variabile, sepse ato fikse e konsiderojmë që e kemi të nevojshme, se nëse e kemi marrë një kredi, nuk e kena më dëshira e pagujmë as e pagujmë, sepse ajo për të paguar është një nevojë. Pra, komplet shpenzimet variabile i ndojmë në ato që i kemi të nevojshme edhe ato që i kemi dëshirë. Masi që kemi bo këto, i kuptojmë cilat janë dëshirat tona dhe pikërisht aty është hapësira ku na mundemi me
pullu, ose thonë ma mirë me caktu kufi, sa dojmë me shpenzu për veshbakje, sa dojmë me shpenzu për rroba, sa dojmë me shpenzu për argëtim, për hobit të tjera. Po mos haro gjithçysh në krejt këtë kalkulim që tu e bo, me lon hapësirën për kursim. Fillon me vlerë ma të vogël e shkon deri te ajo vlera që është rekomanduar pra 15% e rrogës tënde. Masi që e kemi vendos kufit, është koha që këtë buxhet me e apliku çdo muaj. Por çka duhet me bëu tjetër është edhe me monitoru, se ndoshta që ata kufit që ja knaqit nuk i bin taman çdo muaj, mundet me ndru, mundet me konë një periudhë ku harxojmë ma shumë në rroba e harxojmë ma pak në ushqim ose e kundërta. Pra gjithmonë e bëjmë monitorimin edhe në këtë mënyrë, muaj pas muaji, fillojmë tu e disiplinu veten tonë edhe tu e respektu qëtë buxhet, i cili në fakt nuk qenë ka kufizimi ynë, po këtë kundërta, është liria jonë për të blerë dhe për të shpenzuar para në ato gjana që na vërtet kemi dëshirë. Pra, për ta përfunduar, 5 minuta në ditë për të bërë listën e shpenzimeve që na i kemi pas, pra për ta vlerësuar atë buxhetin që e kemi pas ka me pas shumë vlerë për neve, edhe pas ka me na tregu, pas ka me na mundsu një liri më të plot financiare. Pra në këtë podcast folim për marrëdhënien që e kemi me paron, se qysh është e rëndësishme të kursejmë, të krijojmë atë fondin e kursimeve, i cili edhe mund të ndikojë në ankthjen edhe në stresin ton. Pastaj, se si është e rëndësishme me i menaxhu blerjet impulsive, se si është e rëndësishme me ju përbajt buxhetit që e kemi bë, sepse në këtë mënyrë ne tregojmë që kemi kontroll mbi veten tonë e nuk blejmë në mënyrë impulsive. E shumë tema të tjera ne i diskutuam në këtë podcast, edhe mendoj që kjo ka me qenë një edukim financiar më së i nevojshëm për juve. Shihemi në episodin tjetër.